Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në Labirint në Tru, në podcastin më të ndjekur të momentit. Me shumë kënaqësi nisim dhe këtë ditë të diel sot, duke urar një ditë të diel me plot diell dhe plot mbarësi për ju. Sot në fakt është një ditë shumë e veçantë pasi në studion ton kemi të ftuar një zonjë shumë të nderuar, zonja Nora Malaj. Një zonjë e madhe, zonja Nora Malaj. Ajo nuk është vetëm politikane, pedagoge, nën, gjyshe, bashorte, është një model pikërisht në realitetin ku ne jetojmë sot. Por mbi të gjitha një grua që ka kaluar shumë etapa dhe sfida në jetë. Në Labirint në Tru, Nora ftohet të përballet me labirintet e saj, ato nyje të jetës që e kanë munduar, formuar dhe forcuar në çdo etapë, nga adoleshenca, ëndrat e para, sfidat e familjes, rrugëtimi në politikë dhe deri tek Nora e sotme. Zonja Nora Malaj, mirë se erdhët në Labirint në Tru. Çfarë nderi dhe çfarë kënaqësie e madhe për ne të kemi në studio. Po Denisa, dhe para se të filloj Nora, unë të thash në momentin që po përgatiteshim që ky ishte episodi më emocional për mua, sepse Nora është një njeri me shumë dimensione. Norën e duan të gjithë, e duan komshit, e duan nxënësit, e duan studentët, e duan kolegët, e duan mikeshat. Është një njeri që nuk prish Terezi me veten e saj as me të tjerët kurrë. Është në ekuilibër me jetën, me dashurinë, me projektet, me punën dhe me gjithçka. Madje mund të them me plot gojen dhe ne labirintet e politikës saj do t'i zbërthejmë gradualisht në këtë episod, është vetmja politikane që nuk është përfolur kurrë, e vetmja politikane që kurrë nuk krijoi konflikt, as majtas, as djathtas. Ishte në ekuilibër. Shpeshherë njerëzit, Nora, kanë thënë, mos është politika jote që ta mbash mirë me gjithë, por jo, ti i thua trosh. Dhe gjithë labirintet e politikanëve do i zbërthesh një nga një sot. Ishe e aftë dhe në politikë të mbetesh një grua kampione. Ndaj për gratë kampione është podcast Labirint në Tru. Mirë se erdhe sot. Teksa po ju dëgjoja juve thash, wow, për mua po flasin apo po flasin për një Norë tjetër, pasi është shumë e kollajshme që të bësh karrierën tënde ose të bësh rrugtimin tënd, po kur ta thon një zonjush si puna e Denisës, e cila është një vajzë ambicioze me emocione pozitive, me një portret të mrekullueshëm dhe me një artikulim fantastik, pra tamam siç i shkon një arkitekteje që jo vetëm arkitekton dhe rregullon mjediset, por edhe shpirtrat e njerëzve. Dhe teksa dëgjoja miken time Join që tashmë është rritur dhe ka krijuar një dimension tjetër, dimensionin e njeriut që në gjithë eksperiencat e saj ka treguar që mbështetja e grave është fuqi e fortë, por jo vetëm e grave, por e familjes, e njerëzve që i njohim, e mirëritjes tonë, më bëri të skuqem dhe të them që ndoshta është nga podcastet që më bën të ndjehem shumë pranë jush dhe sinqerisht thash ai meritoj të gjithë të fjalë, pasi në jetën e të përditshmes dhe në sigurit apo në garancit apo dhe në sfidat që ne kalojmë, jeta nuk është gjithmonë aq e thjesht, madje unë e them që fati është tullac, ka vetëm një gjufkë dhe jo gjithmonë të tregon gjufkën, gjithmonë të tregon pjesën e tullës, pra pjesën e vështirësisë. Ama kur ta tregon gjufkën, dhe gjufka është kur ke njerëz të mirë që të mbështesin, kur ke familje të mirë që të mbështet, kur ke sfida të cilat ti përballon dhe mund t'i kalosh edhe nëse kanë lënë atë problemin e tyre, po ti e bën xhan atë problem dhe thua do të jetoj bashkë me të. Dhe kur ti kupton që në fund të ditës jemi qenie me orë pune, që lindim, rritemi, mplakemi dhe në fund shkojmë në botën tjetër, tregon që sa shumë e rëndësishme është që të lësh disa gjëra që brezat kur të kujtojnë, jo vetëm të afërmit, nipërit, mbesat apo miqt dhe mikeshat, por dhe ata që nuk të njohin, por shohin podcaste më pas apo dëgjojnë fjalët e tua, të thonë dhe të japin vlerësimin që ti je njeri i mirë. Nuk të ndërpreva, sepse gjatë kohës që po lexonte Denisa, pash një lot që sillej te syri yt, sepse të dukej e tepër gjithë ky mesazh që po japin publikut për ty. Në fakt është pak, Nora, është shumë pak. Dhe unë mendoj që ti meriton gjithçka nga kjo shoqëri, sepse në 35 vite jetë që të njoh, që të gjimnazit Qemal Stafa, ti vetëm i ke dhënë shoqërisë shqiptare në të gjitha aspektet dhe në të gjitha institucionet ku ke aderuar, dhe këtë them me plot bindje, jo si mikesh që të njoh, por si një njeri me kontribute shumë të mëdha. Ndaj edhe një herë mirënjohje që në Shqipëri vazhdojnë e ngelen njerëz të tillë si puna jote.
Nuk di çfarë të them mbas këtyre fjalëve sepse më ke vënë me shpatulla për muri, por do doja të isha e kujdesshme në gjithçka që mund të them pasi e para ti më njeh shumë mirë. Unë kam parimin nuk dua të lëndroj shpirtrat e njerëzve. Edhe nëse pa dashur mund të kem gabuar diku, se është njerëzore të gabosh, jam munduar që fajet mos bëj dhe të mos krijoj probleme. Nuk e ke kërkuar kurrë të tjetri. Absolutisht jo. E dyta, jam munduar që nëse njeriu X apo Y, të njohurit dhe të panjohurit, më kanë dhënë vlerësime pozitive ndonjëherë dhe negative ndonjëherë dhe kanë përdorur fjalë të ndryshme, sepse në politikë të hysh nuk është e thjeshtë, pra ti je grua, ti je në politikë dhe të jetosh në Shqipëri është një nga sfidat më të mëdha dhe unë Gjojën e kam pas rrugtaren time për ta parë realisht sfidën e vështirë të politikës, sidomos time në zonat ku unë kam kandiduar, që nuk kanë qenë të thjeshta, po me njerëz që në fund të ditës kanë pasur një filozofi shumë interesante. Më kanë vlerësuar edhe kur nuk më kanë votuar, për arsye se kam parë ke unë që ndoshta nuk duhet hyja në parlament shumë shpejt në atë vorbull që ata mendonin që nuk isha aq e pastër. Sa bukur e the. Në atë vorbull që vërtet nuk ishte aq e pastër dhe ndonjëherë shumë votues të tu më thoshin që Nora nuk është për atë ambient, kështu që Nora duhet të rri në ambientet akademike, gjë të cilën ti e ke bërë aq mirë, por Denisa tani ka një kërkesë për ty dhe ti duhet na plotësosh këtë gjë para se të kalosh totalisht te politika. Ne tani do të kalojmë një moment shumë emocional, do ju kërkonim të lexoni një letër e cila na rrëfen të gjithë ecërinë e jetës suaj. A është e lehtë ti shkruash letër vetes, Nora? Se mendoj që është shumë e vështirë, ti flasësh trurit dhe ti flasësh vetes. Ky është edhe mesazhi i labirint. Në fakt më vut në një pozitë të vështirë kur ma kërkuat, po ndërkohë mendova që kështu i vë dhe unë ndonjëherë studentët e mi në pozitë të vështirë dhe thash unë do jap modelin e asaj që nesër kur ta dëgjojnë studentët e mi të thonë që po zysh Nora kur e paska bër vet, nuk ka arsye që ne mos ta bëjmë. Po do më lejoni të heq pa kufjet se s'vë do të syzet. Patjetër. E kam titulluar Letër vetes. Pasqyra e rrëfimit vetja ime. E dashur vetja ime. Të kam thënë që përpara teje ndjehem si në dhomën e rrëfimit dhe nuk kam shans të them të pavërteta dhe as të zbukuroj. Kur nis të shkruaj për ty vetja ime, ndjej se duhet të hy në lëkurën tënde dhe të rendis me shumë qetësi të gjithë rrugtimin e jetës sime. Për mua, vetja ime, jeta ka qenë si një udhtim në tren, po jo në atë Orient Express, por në fillim në trenin e jetës, ku vagoni që më rezervuan ishte ai që më dhuruan prindrit, me përkujdesje, mirësi, dashuri për ty vetja ime, ka qenë banka më e madhe, ku ëndrat dhe lodrat, prallat dhe tregimet nuk rrufyen veç nga mami e babi, por dhe nga gjyshërit, xhaxhallarët e hallat, dajat dhe të afërmit, që shënuan të ty bllokun e parë të investimit human dhe filluan të ndërtojnë në formimin tënd kulturor dhe njerëzor. Ky ka qenë bekimi im i parë. Në 61 vitet e jetës sime, unë kam kaluar disa stacione. Ku ti vetja ime je rritur, maturuar, ke ndryshuar statusin nga vajzë në grua më pas u bëre nën, dhe ky ka qenë momenti më kulmor, kur djali im i vetëm më bëri të ndjej lumturinë më të madhe që mund të përjetoj qenia njerëzore, që është privilegji më i madh që Zoti ja ka dhuruar nënës. Në çdo stacion dhe cikël të jetës, ti vetja ime, në momente vështirësisë dhe sfidas, i ke thënë vetes se ti je më e fortë se dhimbja, se padyshim se çdo gjë që të ka tentuar të thyej, i e një mal i palëkundur përballë stuhive që të ka dhuruar jeta. Por ti, vetja ime, i e si pema, që gjen forcë të lulzosh pas dimrit. Forca jote nuk qëndron vetëm në muskuj, apo në mendjen tënde, por forca jote qëndron në shpirtin tënd të pathyeshëm. Ti vetja ime je munduar që gjërat të mos i lësh për t'i bërë më vonë. As kur dëshiron të pish një kafe, se të ftohet. As kur ke dëshira se të ikin, as kur do të bësh punët që i takojnë ditës,
se më pas vjen nata. Ti vetja ime, fjalën më vonë, je munduar ta heqësh nga fjalori, se jeta kalon dhe nëse gjërat nuk bëhen në kohë, nuk quhesh e realizuar. Ti vetja ime ke guxuar, se guximi nuk është të kesh forcë për të vazhduar, është të vazhdosh kur nuk ke më forcë dhe ti, vetja ime, ke guxuar fort që t'jesh realizuar në 61 vitet e tua. Ti vetja ime e mban mend mirë fjalën që të ka thënë gjyshja kur ishe e vogël. Kur dikush, bia ime, ta fyen njerëzillëkun, prishi krejt urat, digji krejt anijet, mos i kur, as grua, as nën, as bi e as kujt, po s'je së pari a i njeri. Ti, vetja ime, jo për herë ke qenë e suksesshme. Ke patur momente që ke gabuar, por ti nga gabimi e rritur, ke mësuar dhe ke kuptuar rëndësinë dhe vlerën e jetës, duke fituar eksperiencën më të madhe, atë që të fal gabimi. Për të ruajtur ty, vetja ime, unë kam përsëritur këtë filozofi të jetës. Unë nuk jam vetëm një pemë, por kam rrënjë, të cilat nuk mund të thyen. Unë nuk jam diell, po e ruaj dritën edhe në momentet e mia më të errta. Unë nuk jam zog, por kam krah që më janë gdhëndur nga qëndrueshmëria. Unë nuk jam një mal, por qëndroj drejt dhe lart e pa lëkundër, pavarësisht stuhive. Unë nuk jam oqean, por unë ngrihem përsëri, e rishtazi nuk ndalem pavarësisht gjithçkaje, sepse unë, vetja ime, jam njeri, prej mishi, gjaku, dhe i dua njerëzit dhe njerëzimin. Sa bukur, unë nuk jam dielli, këtu do e kap. Ishte një letër interesante, e rrëfyer bukur, me ndjenjë, me pasion që ti pranon edhe sfidat, edhe vështërsitë, edhe lodhjen, edhe sukseset, por edhe dështimet që askush nuk i pranon. Pëlqeu shumë fraza, unë nuk jam dielli. Ne s'mund t'i mbulojmë të gjithë, por ne mund bëjmë diçka që lëm shenja, dhe ti ke lënë shenja të forta në shpirtin njerëzor të çdo personi në Shqipëri, Nora Malaj. Kështu që faleminderit për këtë rrëfim, kaq të kujdesshëm, me nota emocionale që mua më përlotët disa herë gjatë leximit, aq të bukur që bëre. Faleminderit edhe një herë. Unë mundova të isha konkrete, po në një rafsh filozofik dhe jo në rafsh real, se historitë reale janë historitë të cilat në jetën e përditshme pothuajse janë rrëfyer dhe nuk doja të përsërisja, po doja të bëja pikërisht atë që bën labirintin në tru. Truri ka forcën e filozofisë dhe ka forcën e argumentit dhe ka forcën që dhe të keqen të gjej anën e ndritshme, sepse thuhet, brenda të mirës dhe të keqes ato jetojnë të dyja bashk. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë dhe jo çdo gjë që na është errësirë na jep ose jo çdo gjë e keqe vjen për të bërë keq. Shpesh herë na jepet mundësia për të reflektuar fort në ato gjëra që nuk duhet i bëjmë dhe këto janë mësime jete. Atëherë, Nora, për shkak të publicitetit, ne do vim pas pak me ty, por do mendohesh mirë kush janë 3 labirintet e tua të paszgjidhura si nyje gardiane në politikën shqiptare. Këtë herë nuk duhet të jesh e moderuar, do i thuash si që ndjen dhe me kritikat forta, madje se ti je e moderuar, sot do jesh e prerë. Labirintet dhe nyjet gardianet politikës do na zbërthesh në labirint në tru. Publicitet, pas pak kthehemi me labirint. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të labirint me zonjën e madhe Nora Malaj. Preferoj të them zonjë e madhe, sepse është zonjë e madhe në të gjitha dimensionet dhe nuk është e lehtë të ngelesh zonjë e madhe në politikë, Nora Malaj. Ti ngele labirintet dhe nyjet gardiane do na zbërthesh tani. Çfarë ndodhi me politikën shqiptare në kohën që ti ishe brenda saj? Zakonisht grave ju thuhen që janë të lindura për politikë, sepse në familje thuhet që mamaja është ai ambasadori i brendshëm që rregullon, heq konflikte. Dhe unë mendoj që roli i gruas në politikë, të paktën në 28 vitet e
politikës që unë bëra në Shqipëri, se tani jam tërhequr pak, lidhet pikërisht me faktin e rolit që gruaja duhet të ketë si një negociatore shumë e mirë e situatave të vështira. Unë kam hyrë në politikë në periudhën më të vështirë në vitin 97, atëherë kur njerëzit luftonin, nuk e di se çfarë lufte bënin, luftën me amokun dhe me frikrat e tyre, dhe kur Shqipëria ishte përfshirë e gjitha në flakët e problemeve dhe ku shoqëria tashmë kishte shpërthyer dyert e armëve dhe gjithçka tjetër, dhe ne bënim një luftë civile brenda vetes dhe nuk e kuptonim se me kë luftonim, ndërkohë që hyrja në politikë ishte si një thirrje e brendshme e profesor Dragotit ka qenë në mundi atëherë që më tha që hajde Nora se kemi nevojë të na japësh një ide, ishte Aleanca Demokratike, dhe më pas në politikë është si punë e vallës. Ti nisesh hyn në valle, merr dhe shamin dhe e tund dhe pastaj të dalësh nga valli është shumë e vështirë. Pra politika ka një aftësi për të përthithur, po unë atëherë isha një njeri formuar që kisha bërë diçka në jetë, që isha realizuar, që kisha ndërtuar një familje, që kisha një fëmijë dhe që ndërkohë gjatë gjithë kohës vazhdoja studime të tjera për të formuar. Nora, ku çedon politika? Ku çedon? Dua 1, 2, 3. Unë s'mund të them me numra dhe me shifra, sepse politika është arti. Po me shprehje. Ja, më lejo të them. Po. Politika është arti kompromisit. Arti kompromisit që ka lindur bashkë me njerëzimin. Por duhet bërë kompromis në çdo situatë? Nëse politika quhet arti kompromisit, do të thotë që njeriu përveç kompromisit duhet ketë moral. Pra politika në Shqipëri do moral individual. Nga ana tjetër, do që ti të mos kesh një shtyllë kurrizore ku ti thuash yes sir dhe yes ma'am, cilit do nga ata që të drejtojnë. Është e lehtë? Nuk është e lehtë, po bëhet në qoftë se ti ke personalitet, dhe prandaj e nisa për ta rrëfyer që nëse ti do jesh pjesë e politikës, duhet kuptosh në radhë parë të kesh formuar personalitetin tënd, në radhë të dytë të shkosh me disa kauza në politikë, në radhë të tretë të mos përdorësh gjuhën e drujnë të politikës dhe gjuhën fyese të politikës, në radhë të katërt nuk duhet përdorësh gjuhën seksiste, që është gjëja më e shëmtuar që mund të ndodhi. Në radhë të pestë duhet të kuptosh që nëse hyn në politikë, duhet të jesh siç thuhet me duar të pastra, që do të thotë vetë duhet të jesh një person i cili duhet të kesh një ekuilibër. Po të dalësh nga politika, me çfarë duarsh po dalin sot? Mos është kjo nyja gardiane më e pazgjidhur? Nyjet gordiane janë nyjet më të vështira që në fakt nuk zgjidhen, po priten. Do me thënë, nyja gordiane që nga historia na ka treguar që ishte e pamundur që kjo të çkolovitej, sepse ishte bërë një nyje shumë e fortë, atëherë detyrimisht duhet një shpat që të presi këtë nyje gordiane. Nëse flasim që si është ngarkuar politika sot, unë mund të them që me dhimbje shumë të madhe. Nëse kur hyra isha me idealizëm të plot dhe politikani duhet të ketë 3 elemente. E para, të ketë kodin e moralit, e dyta, duhet të ketë empatin për popullin, dhe e treta, duhet të trajtoj popullin me një trishtim në sytë e tij. Pra, nuk duhet mendoj që unë jam lart dhe ti je poshtë, por duhet të kuptoj që të preki cilin do, gjithë dhimbjen e dikujt tjetër dhe ta veshi në formën e një empatie. Ne nuk kemi politikanë që në thelbin e tyre kanë empatin. Kemi politikanë që shfaqen si empatik, po që nuk janë empatik. Kemi ndërtuar një mekanizëm që në fakt nuk ka prodhuar politikë. Për mua, neve kemi 36 vite që nuk prodhojmë politikë, po prodhojmë pushtet mbajtje. Dhe kur ti prodhon pushtet mbajtje, nuk ka se si të liroj karike, dhe po të shohësh, politika është zinxhiri më i frikshëm i asaj projë të ndërgjegjes së njeriut, i cili ka frikë nga vetja në radhë të parë, pastaj nga të tjerët. Nëse do t'i merrnim të gjithë politikanët, do t'i vinin përpara pasqyrës së të rrëfyerit, pra t'i rrëfenin vetes, parsësyt janë lindur
për të parë tjetrin dhe jo veten, dhe do t'i vije përpara një pasqyrë, prandaj quhet pasqyrë. Për 5 politikanë do të bëjmë pas pak 5 pyetje për 1 minutë për secilin, por duhet të jesh e sinqert. Po, deri tani kam qenë shumë e sinqert në gjithë gjërat që kam thënë, për arsye se nuk kam nevojë të bëj as mea culpa dhe nuk kam nevojë të bëj sepse nuk e ke të nevojshme. As make-up politik. Pra, unë politikën e quaj pjesë të jetës dhe unë them atë që ka thënë Aristoteli, se kam thënë unë, njeriu shkafsh politike. Nëse ne nuk do kishim raporte sociale me njëri tjetrin dhe nuk do vepronim mbi bazën e ligjeve, atëherë ne do të vepronim mbi bazën e instrikit. Kur del në media her pas here në tema, a mendon dhe tani politikisht kur shprehesh? Për shembull në panele televizive apo je e distancuar? Kur kam qenë në politik, mendoja sepse mendoja që përfaqësoja jo vetëm veten, por edhe partinë politike ku unë isha, edhe klasën politike dhe kauzën politike. Kurse tani jam profesoresha e cila bën analiza sociale dhe rrafshe politike ku realisht politikën e ka provuar. Pra ndryshe nga të tjerët, nëse të tjerët e kanë kollaj të bëjnë analizën tënde, unë jam shumë e kujdesshme se e di ç'është politika. Pra, e kam bërë notin politik dhe e di që të jesh politikan duhet të kesh vlera njerëzore, duhet të kesh qasje hynore dhe duhet të kesh motivim të fortë jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët. Sonja Nora, çfarë ju frymëzoi që të ndërmerrnit këtë rrugëtim ambicioz në rrugën drejt politikës e më pas edukimit? Dhe si ndikoi kjo në vizionin tuaj në shoqërinë shqiptare? Më frymëzuat ju, pra brezi juaj, dhe më kanë frymëzuar mikeshat e mia, Gjoj, dhe mikeshat të tjera të cilat nuk e kanë patur të lehtë të arrijnë këtu ku janë sot, dhe janë një pjesë e mirë e grave, të cilat nuk janë gra të forta, po janë gra elegante, që përdorin sharmin, përdorin logjikën, përdorin mendimin, dhe mendoja që unë duhet isha një nga ato gratë që të mbështes vajzat dhe gratë, dhe këtë e kam bërë dhe nuk do rresh së bëri. Më kanë mbështetur dhe frymëzuar prindrit e mi, stërgjyshret e mia, dhe më ka frymëzuar historia e vendit tim. Unë kam një emër shumë të veçantë që quhet Nora. Nora e Kelmendit ka bërë histori dhe mendoj që më ri mirë pranë meje dhe besoj që jo vetëm unë, po si unë dhe shumë nga gratë kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme që nëse do të kishin ditë për t'i rrëfyer, do ktheheshin si prallat e 1001 netëve për treguar se çfarë bëjnë gratë shqiptare dhe sa interesante janë ato. Prandaj mendoj që politika duhet të jetë pjesë e fortë e gruas, jo pjesë anturaazh dhe pjesë kështu e kontornos së pjatës politike, dhe duhet të jetë roli më i rëndësishëm i vlerave që ka shoqëria. Sa shumë frymëzim Nora Malaj. Ne do kthehemi pas pak me Labirint në tru për personazhin e ditës, ku të gjithë hapësirën mediatike sot e kemi rezervuar vetëm për Nora Malaj. Faleminderit që ishe në Labirint në tru. Faleminderit juve. Kthehemi pas pak. Përshëndetje, ja kur rikthehemi sërish në podcast Labirint në tru. Dhe do vazhdojmë sërish bisedën me mikeshën tonë shumë të dashur Sonja Nora Malaj. Sonja Nora Malaj, si ka qenë jeta juaj politike dhe a ka një personazh i cili ju ta vlerësonit shumë në politikën shqiptare? Jeta ime politike është jeta gjithë politikanëve që janë sot në Shqipëri. Sigurisht ka qenë një jetë shumë intensive, ka qenë një jetë brenda vetes, brenda klasës politike, brenda ideve, brenda parlamentit dhe brenda debateve dhe diskutimeve. Ndonjëherë jam mërzitur shumë kur ka qenë rasti që përdorin fjalët me gjuhën seksiste, nganjëherë kam qenë drejt për drejt, jam munduar të jem e kujdesshme, po mendoj që në klasën tonë politike ka gra dhe burra shumë të mirë, të cilët duhen më vlerësuar. Ka gra që kanë bërë politika të mira dhe që kanë ndihmuar në kauza të ndryshme, po ka dhe burra të cilët kanë vënë veton dhe kanë dalë edhe nga ajo që quhet rreshtimi politik, dhe në një formë apo në një tjetër çdo profil i personalitetit të politikanit është një personazh më vete. Nëse do të flasim pak për jemi me emra drejt për drejt. Nëse do të flasim për kryeministrin e vendit tonë, për zotin Edi Rama, çfarë mendimi do të kishit për udhëheqjen e tij si lider i shtetit shqiptar? Në përgjigje 1 minutë shënora. Po, zoti Rama është personazh atipik, është kryeministër atipik, do të ishte një guru i paparë dhe ka një aftësi për të folur që quhet karizëm e brendshme, por ndërkohë në sfidat e radhës besoj që ka ulje ngritjet e tij dhe si piktor që është, mundohet që t'japi edhe frym, po hera herës
mund edhe të çedoj në situata të vështira apo në situata të cilat menaxhimi do kujdes, do besnikëri, po do edhe qasje dhe empati për popullin. Çfarë note do i vije ti si profesoresh në të folur publike dhe në politik? Në të folur publik do t'i vija notën 10, sepse ka aftësi të jashtëzakonshme, jo vetëm në gjuhën shqipe, por dhe në të gjithë gjuhët që flet. I flet në mënyrë ekselente dhe artikulon bukur. Për sa i përket menaxhimit të vendit, do ta lija pa notë. Pa notë fara? Po. Okej, shumë mirë. Ishe drejt për drejt. Atëherë ne kemi zgjedhur që të kemi dhe gra në këtë pyetësor. Dhe tani për një politikane që në mendimin tim po vazhdon të bën politik, pavarësisht se është në media, është një grua e fortë, e bukur, e mençur, e zgjuar. Mi kesha jote, por dua pa rezerva, është Grida Duma. Kush është në 1 minutë Grida Duma për Nora Malajn? Grida është ajo që gridon. Pra nga italishtja do të thotë të gridare, do të thotë të flasësh dhe të flasësh fort. Është gruaja e fortë që flet fort, po gruaja e fortë që mund të bëjë dhe emisione shumë të buta dhe të ndjera. Dhe po ta shikosh, Gridën pak kush e njeh, është një labirint i madh ku shfaq atë që do dhe ndërkohë shumë gjëra, shumë brenga, shumë politika, shumë situata i ka kaluar me një sfumatur shumë të fortë vetëm të asaj force që ka një grua. Grida është elastik që tërhiqet dhe shkon në vend. Është elekuenca e femrës, është gruaja akademike që ka ardhur me kokën plot, është gruaja që ka bërë pakte, por dhe që ka luftuar drejt për drejt. Është modeli i grave të shekullit që tregon që fryma dhe dëshira për të realizuar pritshmëri janë shumë të afërta, vetëm një fill i ndan. Nota si profesoresh në jetën televizive dhe politike. Për mua në të gjitha drejtimet ka qenë absolute, ka qenë ekselente ose ka qenë, si thonë italianët, 10 e lode. Jo se kam konflikt interesi, po mendoj që ka qenë zonja si profesoresh nuk diskutohet, sot si mentore një nga emisioneve më të rëndësishme nuk diskutohet dhe që prek tema shumë të nxehta dhe të forta, dhe në politikë ka qenë vetvetja. Grida ka qenë vetvetja, nuk imitohej dot nga askush tjetër. Nota e Gridës është maksimale. Edhe unë atë mendoj, i bashkohem 10 me yll Gridës. Po, unë do ta quaja siç e kanë italianët 30 e lode, 30 e sipër, pra është 100%. Është një grua model dhe ne falenderojmë dhe përshëndesim nga ky podcast Labirint në Tru. Me që se mbetemi historisht në tematikën e gruas në politik, si shikoni rolin dhe impaktin e gruas shqiptare në politik sot? Konkretisht, Vjosa Osmanin e kemi në radhë. Më pëlqen shumë Vjosa, më pëlqen mënyrën se si e ka realizuar gjithë curinë e saj, ka një mënyrë qasje interesante, është përballur fort, por është përballur dhe me diplomaci. I përdor të gjithë elementet e armës së logjikës, është dhe drejt për drejt në momentet të caktuara, është vendimarrëse. Do doja shumë që të ishte vazhdimi i figurës së një presidente të Kosovës dhe do t'i uroja vetëm mbarësi e mirësi. Mendoj që në klimën e Kosovës është një grua që ka mbështetur dhe i ka bashkuar shqiptarët dhe kjo nuk është pak. Mendon që bëri diçka gabim me kryeministrin që nuk e po e vazhdon si duket këtë. Kam përshtypje që është për këtë kandidim në presidencë. Politika nuk është ajo që shfaqet në skenë, është ajo që luhet në përpasken dhe nuk e dim se ç'ka ndodhur në përpasken. Sonja Nora, a ju mungon jeta politike? Jo, se bëj politikë sociale, dhe politikë sociale është që ti të flasësh për gjithë kauzat që politika ka nevojë, po t'i japësh dhe disa një çik ushqim politikës, duke i dhënë modele dhe duke kuptuar që disa ligje, për shembull ligji pensioneve apo ligje të tjera, mund të shihen nga shoqëria civile apo të drejtat e grave apo puna e papaguar e grave që hyri ke barazia gjinore, por që duhet trajtuar dhe duhet zhvilluar, apo probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me edukimin, me arsimin, me shëndetësinë, me jetën tonë të përditshme, me nxitjen dhe me vlerësimin. Për të mos humbur minutazhin, kemi politikan tjetër që duhet na thuash shkurt qartë prerë, por pa rezerva. Ai është Sali Berisha. Çfarë përshtypjesh dhe mendimesh në 1 minutë kohë ke për doktor Sali Berisha? Doktori është emblem e politikës për arsye të historisë, të kohës, të diversitetit, të
problematikave mendoj që i ka kryer të gjitha misionet. I ka kryer, a? Po ai po aspiron për kryeministër. Tani është si ka shehu i pavdekshëm, është e drejta çdo njeriu që deri në fund të çdo ciklit jetësor kur e ndjen të aftë për të realizuar të ketë aspiranca, sepse në fund të ditës ëndrat dhe shpresat vdesin bashkë me njeriu, kështu që duhet ose vdes bashkë me njeriu, në the sakt. Duhet të kuptojmë që te doktori ka shumë për të mësuar politika shqiptare, majt dhe djathtë, në qëndrueshmërinë e tij, në qëndresën e tij, në mënyrën se si përballet me situatën. Pastaj ai është hyn ke proceset e njeriu makiavelist, që nëpërmjet Makiavelit ka kuptuar që mekanizmat shpëtojnë situata të ndryshme. Kështu që duhet parë. Ti gjithë do marrësh në provim në Akademinë Politike. Duam not dhe për Berishën. Doktor Berisha e ka djeqe e lodhe, tha, se nuk mund të... Nuk ja lëviz, është profesori profesorëve. Pra, me këto që kemi thënë deri tani, ai është profesori në politik. Duhet i japim Cezarit atë që meriton Cezarit dhe popullit atë që meriton populli. Pra, duhet i japim hakun. Po flasim jo çfarë po ndodh tani në këtë moment, nëse për zotin Rama thash nuk vura not për arsye se nuk mund të them që zoti Rama nuk ka bërë asgjë, pas nuk mund të them që zoti Rama i ka shkatruar gjitha gjërat. Dhe në këtë pikë doja të isha e kujdesshme në vlerësimin si kryeministër me not. Ndërsa si politikan zoti Berisha është përtej të dy, edhe zonjës Duma dhe zoti Rama është mentori tyre. Ata kanë qenë në një mënyrë apo në një tjetër. Për të mos marrë gjithë kohën e duhur me politikanët dhe për të dalë tek jeta jote private, si nën, si gjyshe, si bashorte që je model, sepse unë e di këtë gjë, do ta përmbyllim me një emër që nuk është e lehtë të flasësh për të në fakt. Ai na ndjek nga paraburgimi 313 i Tiranës dhe është zoti Ilir Meta, për të cilin dua një përshkrim ndoshta më të plotë se për 4 politikanë të tjerë. Zoti Meta është një politikan që edhe dikur zoti Rama thoshte që është politikan race e quante, që do të thotë ka filluar karrierën e tij politike në moshë shumë të re, që ka punuar shumë fort për të vend, që ndoshta nga të gjithë këta politikanë zotin Meta duket sikur kam konflikt interesi, po jam shumë e sinqertë në këtë që them, ka ndjeshmërinë e patriotizmit më shumë se sa të gjithë të tjerët. Pra e ka të shfaqur dhe e ka shfaqur. Sigurisht jeta i ka vënë sfida shumë të mëdha. Ndoshta është nga politikanët që ka kaluar sfidat më të mëdha, që është sfida e zjarit, e hekurit edhe e ujit, që do të thotë i ka përjetuar gjithçka. Dhe politika, mendoj që sfida e burgut në fillim ka qenë e vështirë për të, tani do ta kthej një ditë do ta bëj si Mandela, që do rikthehet në histori dhe do shikohet si është bërë gjithë procedura e tij, po, dhe jam e bindur në ato gjëra për të cilat ati i hapin akuza që nuk e di se çfarë janë akuza. Për sa i përket si qenies njerëzore, humane, zoti Meta është nga miqtë e mi më të mirë dhe njeriu që ka shpirtin më të butë. Pra zoti Meta duket nga lart sikur ka atë zhguallin e fortë të breshkës, po brenda ka botën e tij shumë interesante dhe shumë të butë, dhe një njeri që i do njerëzit, ka sakrifikuar për njerëzit, sigurisht ka bërë në politik nuk është e thjesht të jesh me duar gjithë kohën, do me thënë si ta them, pa mëkate, sepse vetë politika brenda ka shumë mëkate, dhe edhe sikur të jesh jo mëkatar, politika të stërkal me balë dhe të bën pis. Po për një gjë, unë te zoti Meta shoh vullnetin e tij të hekur, dhe tashmë di që është... Ai të ka vlerësuar ty e di ndër vite. Ti mund ta vlerësosh sot me një notë? Mundesh? Atë unë nuk dua ta vlerësoj me notë, se është rast atipik. Jemi në një analizë jo tipike, e para dhe e dyta e kam konflikt interesi, për arsye se unë gjithmonë do për atë që unë e kam quajtur vllajin e vogël, se kemi diferencë moshe, motra për vllajin gjithmonë është subjektive, nuk është objektive, dhe nuk mund të thuhet, por unë pranoj një gjë dhe them një gjë, për mua Ilir Meta ka qenë mbetet dhe do të jetë njeriu i cili ka një zemër flori. Më vjen mirë që i përshkruajte me
delikatesë 5 politikanet që përzodhëm, unë mendoj që kam zgjedh 5 politikanet më të rëndësishëm në jetën politike shqiptare realisht për t'i përshkruar zonja Nora Malaj, ndaj faleminderit sepse ishe sa objektive, aq ndonjëherë dhe subjektive. Pra nuk deshe ti prekësh, ti lëndosh, por tu thuash të vërtetën. Dhe kjo më pëlqeu më së shumti tek ty. E di pse e bëra këtë? Se nuk jemi në bankën e gjyqësorit, jemi në bankën e labirintit në tru dhe njeriu ruan për secilin nga njerëzit ka një xhep më vete që nuk ka pse ta thot në labirint e fut aty dhe e ruan si xhep. Denisa për do të dëshiroj të flisim pak dhe për ndoshta pak për arsimin me jetën familjare se nuk na lejon koha. Në rregull. Si ka qenë jeta familjare e zonjës Nora Malaj nga një politikane, nga pedagoge, tashmë një nën e përkushtuar një gjyshe speciale. Një gjyshe fantastike. Unë kam qenë një vajzë si puna jote, pastaj pata fatin tim më të madh që u martova me bashkëshortin tim dhe them që ky është fati më i madh. Se ai duke rrugtuar së bashku, duke u rritur së bashku, duke u pjekur së bashku, arritëm të krijonim familjen tonë, arritëm së pari të bënim një djalë që është bekimi i madh i jetës time dhe që unë e dua shumë. Djali na dha u njoh me një vajzë që ma bëri vajzë për shpirt dhe që unë Stelën nuk e quaj vajzë, po e quaj, nuk e quaj nuse, po e quaj vajzë dhe Joy e di shumë mirë këtë gjë. Pastaj ata na bekuan me një vajzë që është bekimi më i madh i jetës tonë dhe që është dashuria më e madhe që kishim premtuar që do vinin bashkë, po për arsye se ajo ishte sëmur me grykët, e justifikuam dhe i tham që të pyetjeve ja kishim rezervuar së lehtë. E di dhe them që është një fat i madh, por e di çam ta para 2 ditësh kur shkova në Durrës, më dha një titull në 28 shkurt para festave të gruas për si gruaja e vitit në politik, simbol ku diun. Një vlerësim që unë ndjeva shumë mirë dhe e mora edhe këtë me veten dhe i them kur po mbaronin. Ai thash se të duk nëna, shumë bukur tha, po unë s'dua të bëhem kur e famshme tha dhe të merrem me politik. Po pse më shpirti thash unë? Është shumë e lodhshme tha të merresh me politik, tha dhe të jesh e famshme tha dhe ty kushtosh njerëzve tha sepse njerëzit kur i ke mësuar ty kushtosh kohë, duhet ja kushtosh për herë se pastaj zgënjehen. Nora, për 1 minutë përgjigje, sepse koha nuk na lejon. A mund të jetë një grua në ekuilibër duke mbajtur karrierën, profesionalizmin, anën pedagogjike, perfeksionimin e vetës, ndoshta në veshje, në pamje, në mbajtje dhe në ekuilibër me familjen e saj? Është e mundur në Shqipëri? Ande nga gjyshja ime në veri thuaj, vajza që lid rod, atje ku lind, genet, edhe atje ku shkon i bën të jenë dhe më rod, do me thënë, nëse vajza lind e fort dhe genetikisht nga një familje e sigurt që mësohet që në fëmijëri me ngarkesën e punës dhe po lexoja sot para se të vija këtu që këshilla që dua t'ju jap prindërve për 1 sekond është mos harroni t'i vini fëmijët, nuk janë as testet as notat as gjë, po puna e shtëpisë që ka ushtrimi më i mirë për t'i mësuar që të jenë të aftë. Kush fëmijë kur është i vogël, ka filluar të bëj punë shtëpie, ka filluar të japi ndihmë në familje, ka filluar të rregulloj mjedisin, bëhet shumë i zoti për veten sepse ka çfarë të mendoj. Edhe disa punë që si pëlqen i merr përsipër për t'i bërë. Me këtë mesazh atëherë ne kemi dhe surprizën për zonjën Nora Malaj. Faleminderit Enzo Attini që kujdeset për të sjellë në çdo puntat dhurata për të ftuar. Kush është ky Enzo Attini se më sepse Norën sot. Në Norën tonë të dashur kemi 2 dhurata nga Enzo Attini. Te kemi nga Endri Beqo. Endri është i madh që mi bën gjithmonë, po. Dhe Endrin e kam shumë gjallë, por dhe 2 dhurata për ty dhe bashkëshortin tënd. Sepse të kemi trajtuar në mënyrë më të veçantë se çdo personazh nga Enzo Attini. Mund t'i provosh syzet? Po, mund t'i provoj syzet. Ky është podcast Labirint në Tru. Maniflex, faleminderit për gjithë përshtetjen që na jep në podcast Labirint në Tru. Tani vendosi çik syzet që të shohim aty ka Enzo Attini ka zgjedhur fix prerjen tonë me ato pjesët anësore aq të bukura. Po ku e di Enzo Attini që më shkon mua kjo gjë? Sepse unë i dhash portretin tënd të bukur, të skicuar dhe nga Të falenderoj shumë dhe i uroj shumë sukses se këtij biznesi që me të vërtet po bën një boom dhe bravo juve që e promovoni. Dhe për Arin, edhe pse nuk pranon të vijë në studio,
kemi një surprizë dhe një dhuratë, një bërzylyk për bashkëshortin e zonjës Nora Malaj. Wow. Faleminderit që ishe shumë në podcast Labirint në Tru. Ja, faleminderit dhe Enzo Atini. Faleminderit Enzo Atini, faleminderit për brandin italian premium që bukur. sjell një qasje të re për sa i përket gjumit dhe mirëqenies. Faleminderit që jeni mbështetja jonë në këtë podcast. Jo, unë jam e gëzuar që jam me ju. Të gëzuam me gjitha gjë.